Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se kryeministri Edi Rama duhet të japë menjëherë dorëheqjen, pasi sipas tij është person i rrezikshëm e bashkëpunëtor i organizatave të narkoterrorizmit ndërkombëtar. Berisha ju referua denoncimit të bërë nga ana e tij lidhur me një takim të vitit 2019 në Arubat Karaibeve të kryeministrit Rama dhe disa prej ministrave me organizata narkokriminale të cilat janë shpallur terroriste nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Arubas aty e kanë vendin bossët e drogës. Mjaft zëra janë se delegacionin e ka kryesuar Edi Rama. Në charter thuhet se kanë qenë ministra. Agjensit i dinë se kush janë. Ne do t'i bëjmë publike. Rama duhet jap dorëheqjen si person i rrezikshëm, bashkëpunëtor i organizatave të narkotrafikut. Charteri u nis nga Tirana. Do ju informoj juve duke falenderuar gazetarin italian dhe antimafian italiane që ka bërë të mundur regjistrimet e këtij takimi. Ne po hetojmë dhe çdo informacion që të mbledhim do e paraqesim para jush, para shqiptarëve dhe botës. Nuk ka akt më flagrant. Sot janë 2 persona në drejtim që takohen me kartelet e drogës. Maduro i Venezuelës dhe Ramaduro i Tiranës. I kërkoj mediave që të mos censurojnë këtë skandal të përmasave botërore, deklaroi sot Berisha në konferencën e përditshme nga Selia Blu për takimin e Arubas mbajtur në vitin 2019. U dhanë më shumë detaje një ditë më parë nga mediat italiane, megjithatë nuk ka ende një reagim nga qeveria Rama 4.